E tani shikues të dashur, pas kësaj historie do të kemi një intervistë e cila ka të bëjë me rrëfimet që frymëzojnë, sfidojnë dhe ndisin diskutim. Me format të ngjashëm dhe TED Talks organizuar nga OAktiv, sjell në PDUE folës që ndajnë përvoja autentike mbi edukimin, shoqërinë, politikën dhe biznesin. Po për të kuptuar më shumë idenë dhe synimet e këtij organizimit, sot e kemi në një lidhje me Viber drejtorin e OAktivit, Gens Rashiti. Mirëmëngjesi zotri Gens. Fillimisht përshëndetje për ju edhe për gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit për mundësinë që na keni ofruar për me promovu si organizatën tonë, po ashtu edhe projektin e fundit që tash ne kemi më mbajt. Tregona pak si fillim si lindi ideja për organizimin e Talk PD në PDUE. OAktiv është organizatë që kryesisht është orientuar të edukimi dhe të rinia, pothuajse krejt për organizatës me këndë që e kumë diskutu, ma ka thonë që pjesën që e ka lexu librin e TEDxit, edhe ju ka bërë shumë përshtypje se cilët prej tyne mbajtja e një fjalimi. Ideja u konë që asnjëherë derisa mos me mbajt një format tillë pa u plotësu kushtet në mënyrë që me dalë sa ma bukur. Si organizatën këtë moment nështë jemi prej momenteve më të mira tonat. Aspekti logjistik i organizatës është shumë i përmirësuar edhe është shumë i zhvilluar. Kështu që kemi vendosur tash me shku me TED, edhe kryesisht e kemi orientuar në dy fusha. E kemi orientuar në fushën e biznesit, domethënë biznesmenëve të suksesshëm që kryesisht vinë prej PDUE-s dhe aktorëve të cilët kanë dhënë ose po dhajnë kontribut në komunitet. Zotri Gens, tregona pak se si janë përzgjedhur folësit dhe sa e vështirë ka qenë kjo pjesë. Te pjesa falësve nuk u kanë vështirë për me zgjedhur, na kryesisht jemi shku me tema. I kemi përcaktu temat për cilat po dojmë me i trajtu, edhe ata cilët kanë kontribu gjatë viteve të fundit mas shumti në ato tema, ju është bërë ftesa, jemi mundu që mu shkut prej njerëzve, prej sfera politikës, për arsye se ata azojnë pjesën më të madhe qësoj hapësirës publike, kemi dorë në shku me biznesmen, njerëz që kontribojnë në shoqëri që janë ma të heshtën, po realizoni i tyne si për ekonominë, si për shoqërinë je hanë ka gjashëm. Për të tregon pak si çfarë kriterësh duhet të plotësojnë ata që duhet të marrin pjesë për të treguar ose për të prezantuar një histori tek juve. Po zakonisht këta njerëz të cilët janë të ftuar, janë ata të cilët kryesisht njihen edhe komuniteti respekton për suksesin e tyre që ata e kanë arrit, sfidat që i kanë kaluar dhe njëkohësisht kanë që me kallëzu një trio se qysh duhet me përballu sane për me arrit edhe me dalën jetë. Po të regom se sa është i rëndësishëm dhe a mendon se është i rëndësishëm promovimi këtyre historive personale në ndryshimin ose në nxitjen e ndryshimeve në shoqëri, sidomos kur i përmendet të rinjët? Fillimisht është shumë i rëndësishëm debati publik, e sidomos një hapësirë si PDUE-va, ku debati publik, do me thonë publik në atë aspektin medial, pothuajse mungon. Domethënë, kjo mas pari shërben një hapësire publike ku njerëzit mundën me folë çka ata realisht mendojnë. Kjo është pika e parë që mendoj që shërben komunitetit, për arsye se Talk nuk ka më përfundu këto. Na jemi në serinë e parë.
deri në fund vitit do të jenë edhe 3 seria. Formati ka me konë çdo ringjajshëm me Tedin. Seria e parë ka bëjë domethënë me edukimin edhe shoqërinë, seria e dytë seria e parë me ekonominë, njerëzit e suksesshëm biznes dhe me njerëz që kanë kontribuar në shoqëri. Talk 2 do të jetë gjatë këtij viti, domethënë do të jetë i orientuar në edukim dhe Talk 3 do të jetë i orientuar në pjesën e sportit dhe njerëzit që kanë treguar sukses në këtë fushë. Por tregon pak se ka interesim të madh nga qytetarët për të marrë pjesë, sidomos kur e përmendet se do të diskutohen dhe do të prezantohen tema të ndryshme si biznesi, ekonomia e këto gjëra të tjera. Nuk e di se sa mundet me konë shumë, po deri tash pjesëmarrës, domethënë të gjuhës kemi me pas mbi 50 persona. Dorën në zemër organizimi për cilën jemi marrë, pothuajse i ka marrë 2 muaj ditë kohë për me ardhur deri në këtë pikë, për arsye se do të jetë një skenë profesionale, do të ketë ndryshim profesional, transmetimi do të shkoj direkt, ekip domethënë angazhuar në aspektin e videos, në aspektin e fotos, domethënë promovimit sa më të mirë ngjarjes. Interesimi me punën që ne realisht e kemi bë, nuk e konsiderojmë shumë madh, po tu e di që është hera e parë që na ndërmarrëm një nisë në tillë, ose është për herë të parë në PD, nuk është në krenu për herë të parë, realisht është që kjo pjesë edhe botit publik u dashtë me ndodhë mos me konë atë parë sot që realisht e bojmi, është fatkeqësi me thonë ashtu, po du e ditë që është formati për herën e parë, realisht e konsiderojmë interes të konsiderueshëm prej publikut, po me kohën mendoj që njerëzit kanë me kuptu formatin edhe kanë me marrë pjesë më shumë. Zotri Genc, për të gjithë shikuesit, ju më së miri na tregoni se çfarë roli ka të rëndësishëm OAktivi për fuqizimin e të rinjve dhe komunitetit, për të gjithë ata që i ndjekin këto formate si TED Talks dhe gjithashtu organizimet e tjera. OAktiv funksionon prej vitit 2018. Është një grup i të rive që ka fillu OAktivin. Arsyeja pse këta të ri e kanë fillu OAktivin është për shkak të pamundësive të cilat i ka kriju janë ka në komunitetin tonë. Fatmirësisht po bëhen disa gjenerata të cilat në për OAktiv kanë kalu me mira pjesëmarrës, me fokus direkt vetëm në komunën e Podujevës, kryesisht në edukim edhe tek tritit. Kështu që OAktivi ka pas rol gjatë të rëndësishëm, me thonë për qëtë pjesën e përgatitjes gjeneratës Z në komunën e Podujevës. Mendoj që asnjë pjesë e madhe të rive kanë kalu domethënë nëpërmjet neve, nëpërmjet një trajnimi, nëpërmjet një diskutimit të caktuar. Ndjena shumë krenar me ato që kemi bërë për komunitetin, ndjena shumë krenar me ato që kemi bërë për vendin tonë. Edhe për të gjithë ata që dëshirojnë me marrë pjesë, tregom se si mund të bëhen pjesë qytetarët dhe se a ka ende vendet e lira për ta që dëshirojnë, dhe po e shohin sot emisionin dhe po e marrin si një ide për me ardhur me i pa ato në TED Talks. Hapësira, domethënë ku e organizojmë TED-in është oborri galerisë qytetit në Podujev. Pjesëmarrës janë deri në, domethënë hapësira e mbulon deri në 100 pjesëmarrës. Kështu që ne kemi një numër të konsiderueshëm deri tash, po jo që shkakton ashtu problem në pjesëmarrje. Pjesëmarrësit që dëshirojnë me konë pjesë e këtij diskutimi, veç do të me ditë lokacionin e galerisë edhe me ardhë, nuk ka ndonjë kriter tjetër.
Faleminderit shumë, Zot Rigenc, për të gjitha këto informacione dhe shpresojmë shumë që do t'ju shkoj sa më mirë kjo organizim dhe gjithashtu organizimit e tjera. Faleminderit shumë për juve, për mundësinë që ju na keni ofruar me promovu programin tonë tek ju. Faleminderit shumë, kënaqësi.